Një miku im ka një dyqan atletesh në Tiranë që shet, edhe gjithashtu shet dhe online, po me të njëjtin emër dyqani. Dhe më tha, Juli, kam dy probleme, tha, dhe dua të më ndihmosh se si t'i zgjidhim. Problemi i parë që dyqani që ka online me dyqani që kanë offline nuk kanë lidhje me njëra tjetra. Pra ai që ka offline është në një lagje të Tiranës dhe kalojnë vetëm ata që janë në lagje atje, kush i vete i pari, kush si vete, dhe tjetri, i dyti, e ka shet në gjithë Tiranën normalisht dhe është si totalisht edhe emër më vete të ishte ndryshe, nuk do interesonte hiç njeriu. Tha, si ti bëj këta online, të vinë të blejnë dhe atje, dhe ajo gjëja nuk bëhet, sepse kur ke një biznes, ose e ke në një vend, ose e ke online dhe ndryshon shumë gjëra. Ky është problemi i parë, i thash. Më shumë është bekim i tëri, sepse imagjino ti je në paskuqan, për shembull në një cep atje që vinë blejnë ata vetëm lagjes, po për të shitur online mund të shesh në gjithë Tiranën direkt pa problem. Dhe problemi i dytë që kam, tha, jam lidhur me postën, edhe do dikush atlete sot, i vjen atletet nesër, pas nesër, deri pas nesër harron ai, e ke parasysh si janë këto gjërat. E dua një postë të shpejtë. Tani unë i rash vërdall gjithë Tiranës dhe gjeta postën më të shpejtë që ekziston. Tani më shpejt se brenda ditës nuk ka, vetëm ta marrësh telefon të vi direkt. Gjeta një postë që quhet Quick Posta, e cila nëse ti e bën ti lokalit, ti i atleteve më porosin deri në 12 të drekës, ata ta çojnë porosin brenda ditës. Pra, imagjino i shkruan dikush sot aty, dhe në orën 12 drekës ai thot, po, këto atlete të duan nga ky vend deri në atë vend në Tiranë dhe në rrethinat e Tiranës, dhe brenda ditës ti çoj atlete. Pra, ai është hype, e ka parë atleten tani në orën 11 para ditës, çrëndsi ka, dhe i vetëm mbas dite i vetë atletja, ku ka më mirë se aq. Problemin e parë nuk ja zgjidha dot, po të dytin me postën ja zgjidha me Quick Posta. Hedhini një sy, po i bëj tak këtu lart.